Shqipëria ka hedhur edhe një hap tjetër para në rrugën e antarësimit në Bashkimin Evropian, pasi është përvijuar rruga për hapjen e negociatave për grup kapitullin e 4, Agjenda e gjelbër dhe ndërlidhja e qëndrueshme. Këtë të mërkur, Komiteti i Përfaqësuesve të Përhershëm të 27 vendeve anëtare të Bashkimit Evropian autorizoi Presidencën e Bashkimit Evropian dhe Presidenca polake i dërgoi letrën Shqipërisë ku i kërkon të paraqesë pozicionin e saj negociues mbi 4 kapitujt e përfshirë në grup kapitullin 4, Agjenda e gjelbër dhe ndërlidhja e qëndrueshme. Pozicioni negociues do t'i paraqitet konferencës së 6 ndërqeveritare me Shqipërinë, e cila do të organizohet në një datë që do të shpallet së shpejti nga Presidenca e Këshillit të Bashkimit Evropian. Kapitujt e grup kapitullit 4 përfshin fusha shumë të rëndësishme për ekonominë, biznesin dhe që prekin drejt për drejt jetën e përditshme të qytetarëve dhe janë faktor transformimi për zhvillimin afatgjatë të vendit. Kapitulli 14, i cili trajton politikën e transportit, synon përmirësimin e infrastrukturës dhe sigurisë rrugore e hekurudhore. Kapitulli 15 lidhet me sektorin e energjisë dhe garantimin e furnizimit të qëndrueshëm dhe të përballueshëm me energji. Kapitulli 21 fokusohet te rrjetet transeuropiane dhe ndërlidhjen infrastrukturore të Shqipërisë dhe vendet e BE-s si pjesë e rëndësishme e korridoreve europiane, ndërsa kapitulli 27 vlerëson mbrojtjen e mjedisit dhe përballimin e ndryshimeve klimatike përmes standardeve të larta të Bashkimit Evropian. Përmes negociatave të këtyre kapitujve, Shqipëria pritet të bëjë hapa konkret drejt ndërtimit të rrugëve më të sigurta dhe më moderne, përmirësimit të ndërlidhjes rajonale dhe europiane, garantimit të furnizimit me energji të pastër dhe të përballueshme, si dhe mbrojtjes së mjedisit për gjeneratat e ardhshme.